Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq që ja ku po ritakohemi sërish në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë së bashku letrën e radhës. Sot pranë jush dua të sjell një letër goxha të ndjerë, një letër shumë të dhimbshme, një letër që është shkruar me shumë emocion nga një vajzë e cila në fshehtësi ka treguar ca ndjenja që unë nuk doja t'i besoj që këto gjëra ekzistojnë. Më thënë, vajza thot që babai i saj në mënyrë kategorike nuk e toleron që vajza të takoj nënën e vet. Do të thënë, bëhet fjalë për një çift të ndarë. Nën, të lutem, më fal që nuk erdha. Nuk ishte sepse nuk të desha, por ishte sepse babai nuk më lejoi që të takoja. E dashura ime nën, po da shkruaj këtë letër me lotët në sy dhe me një zemër që më dhem çdo ditë. Nuk e di nëse do ta lexosh ndonjëherë, por shpresoj që era të çojë deri tek ti. Sepse ka vite që nuk ka mundur të përqafoj. Që kur isha e vogël, më mungon aroma jote, zëri yt edhe duart e mia. Më mungon fjala bi, e thënë nga goja jote. Më mungon gjithçka që në thelb lidhet me ty. Kur isha fëmijë, nuk e kuptoja pse nuk vije të më merje. Babai më thoshte se ti nuk më doje, se më kishe haruar dhe se kishe zgjedhur një jetë krejtësisht tjetër. Unë e besoja sepse isha e vogël. Por sa më shumë u rita, aq më shumë kuptova se e vërteta nuk ishte ajo që në thelb mua më ishte thënë. Sa herë që unë të kërkoja, babai zemërohej. Më ndalonte që të flisja për ty. Fotografitë e tua u zhdukën nga shtëpia. Emri it ishte bërë një fjalë e ndaluar. Netëve që aja fsheu razi, përqafoja jastëkun dhe imagjinoja sikur në thelb ishin krahët e tu. Pyesja veten vallë, ku është nëna ime? A mendon ajo për mua? A qan edhe ajo si unë? Në çdo festë të nënës, unë buzëqeshja para të tjerëve. Por brenda shpirti më copëtohej. Të gjitha shoqet të përqafonin në nënat e tyre. Ndërsa unë shikoja derën me shpresën se mos shfaqeshe papritur. Sa herë që unë sëmuresha, thërisja emrin tënd pa zë. Nuk doja askën tjetër. Të doja vetëm ty. Kur mbusha 18 vjeç, fillova të kërkoj vetë të vërtetën. Zbulova se ti kishe tentuar shumë herë që të më takoje. Kishe ardhur pranë shkollës sime, kishe lënë dhurata, kishe dërguar letra, por asnjëra në thelb nuk arriti tek unë. Atë ditë u shemp e tërë bota ime. E kuptova se ti nuk më kishe braktisur. Dikush tjetër kishte ndërtuar një mur mes nesh. Nën, sa shumë që kam qarë atë natë. Ndjeva faj që të kisha gjykuar për vite me radhë. Doja që të kthehesha pas në kohë,
të përqafoja dhe të thosha se unë ty të dua. Sot jam rritur, por ende ndjem ajo vajza e vogël që pret nënën tek dritarja. Kam humbur shumë momente me ty. Nuk ishe pranë meje në ditën e parë të shkollës. Nuk ishe kur mora diplomën. Nuk ishe kur pata nevojë për një këshill. Më mungove në çdo hap të jetës. Por jam shumë e bindur që edhe ti ke vuajtur po aq. Ndoshta çdo ditëlindje imja ka qenë plak për ty. Ndoshta çdo natë ke parë fotografitë e mia dhe ke qarë në heshtje. Por ta them sot me gjithë zemër, të dua nën. Nuk ka njeri në këtë botë që mund ta zëvendësoj dashurinë tënde. Nuk dua që të jetoj me urrejtje, nuk dua të fajsoj askënd. Dua vetëm të rikuperoj kohën që ne të dyja kemi humbur. Nëse një ditë kjo letër arrin tek ti, dua të dish se vajza jote nuk të ka harruar asnjëherë. Po të pres. Po të pres ditën kur do të vrapoj drejt teje dhe do të përqafoj fort pa pasur frikën nga askush. Atë ditë do të qajmë të dyja, do të qajmë për vitet e humbura, por edhe për lumturinë që më në fund e gjetëm. Ndoshta plagët nuk do të shërohen plotësisht, por zemrat tona do të gjejnë paqe. Nën, nëse më dëgjon, mos mendo kur se vajza jote të harroj. Jo, të kam dashur çdo ditë, edhe kur nuk e dija të vërtetën. Lutu për mua, ashtu siç unë lutem për ty. Shpresoj që Zoti të na jap edhe një mundësi për të ulur pranë njëra tjetrës për të pirë një kafe dhe për të folur pa frikë dhe për të rikuperuar sadopak vitet që na u vodhën. Deri atëherë do ta ruaj emrin tënd në zemrën time si gjën më të shtrenjtë që unë e kam. Me mall të pafundit dhe me lot në sy dhe me një dashuri që nuk u shua kurrë, vajza e jote. Në fakt, kjo është një letër që mua më ka emocionuar shumë. Unë me patjetër që dua t'i jap një mesazh kësaj vajze. Nëna e dashur është gjëja më e shenjtë në jetë. Është gjëja më e fortë që Zoti e ka. Nuk ka armë, nuk ka bekim që ti mund të largoj nga e gjitha kjo gjë që ti ke kaluar. Andaj po të them që qëndroj pranë nënës tënde, mos e dëgjo baban. Nëna është e shenjtë. Ti nuk mund të ndash prindërit për fajet e tyre. Prindërit janë prindër, ti do i duash të dy. Respekto njësoj që të dy palët.